Po vazhdon pa asnjë ndryshim jeta Ferides dhe fëmijëve të saj, Qerimes dhe Azemit. Jetesi thënçin kësaj në këtë barake të improvizuar pa kushtet elementare për jetesë. Feridja së fundi po brengoset fort se po e zë edhe një dimër këtu dhe kjo për të dhe dy fëmijët e saj 14 dhe 12 vjeç do të ishte rënd. Qëtë koli, pa banja, pa WC, pa skur farrok doli, s'ko që kjo prunë është e burrit, dhunë gjithë, non stop. Plus kanë orgjinja me po shpin, ju kanë hikë vrejten. Unë s'kom kur pa shansë, që e shëqate ka që zoti sa më smira në kry, e nuk i di e dim një shansë në kom. Ajo po kërkon nga ata që kanë mundësi teknike që t'ja rregullojnë pak të strehimore, sepse thot se ju është shkatruar dhe vështirë jetohet. S'kom mundësi, unë as shansë me shti kërkon as s'kom pore me pagu mjeshtër. Pruna është e burrit në ryshën vendin, për pa posën e banim, që është një banim i jemi, për gjithëherë nuk guxojnë fëmijë në rrugë. Pasha zotën se kretë që të rast që të në fëmijëve me kojshime gjako, me kretë që 14 vjetë që i ka bo qika nuk zgjidhet problemi kërkon. Ndonë se nuk e thot publikisht, murmurit me vete, por ta dëgjuar edhe ne dëshirën e saj të kamotshme për një stret të sigurt këtu në pronën e saj. Ajo është me aftësi të kufizuar, fëmijët i ka të mitur dhe bashkëshorti nuk jeton më, jeton me ndihmë sociale.